Po, nëse I referohemi një pasqyre të grup moshave, nëse kushtimisht kishim mujt me quajt kështu, atëherë kishim me thonë që kishim mujt me ndan këtë formë. Do të thonë prej moshës, do të thonë 12 muajsh deri me 15 muajsh, duhet më parë si rrezik, do të thonë si shqetësim që për më vizitu logopedi, nëse fëmia do të thonë nuk përdor asnjë fjalë kuptim plot ose nuk kupton asnjë sinjal. Pastaj tek mosha do të thonë do të thonë pi 15 muajsh deri me tutje, nëse nuk ka fjalë të qarta hiç, edhe nuk kupton do të thonë sinjale kur ti komunikon me ta, pastaj tek mosha 2 vjeç ku ka më pak se 50 fjalë dhe që nuk arrin me lidh fjalët, po ashtu të mosha 3 vjeçare dhe realisht edhe të gjitha moshat nëse fëmia nuk përgjigjet fare ndaj emrit të tij, do të thonë ti e thret ose komunikon me ta, ai nuk e ka vëmendje, nuk përgjigjet fare ndaj emrit, ose do të thonë ai nuk shikon kur ti komunikon me ta, nuk shikon fare drejt për drejt në sy, ose ndodhet që pastaj ka raste ku ka regres, ku fëmia I ka pas disa fjalë, I ka artikuluar disa fjalë, por do të thonë ato fjalë fatkeqësisht kanë humb, si pasojë e përkeqësimit të gjendjes.